Po dalim pak tek kushtetuesja, po përklasim në aspektin juridik. Pse do të jap drejt, unë e di që ti edhe ke ndihmuar në argumentimin e gjëra tjera të dekretit, besoj edhe të komentet që ka dërguar presidenca tek. Jo, unë kam ndihmuar te komentet që ka dërguar LDK-ja. LDK-ja, okay. Jam bashkautor i komenteve që bashkë me grupin parlamentar. Se kanë dërguar edhe partitë politike komente për çështjen e dekretit, apo? Po. Okej. Cilat janë 3 elementet kryesore pse dekreti është në rregull? E para, për shkak se kuvendi ka shkelur afatin kushtetues për ta zgjedhur presidentin e Republikës të Kosovës. Dhe nuk ka pas asnjë situatë jashtëzakonshme që mandati ose vendi i presidentes të jetë i zbrast. Qartë. Jemi në rregull. Pra, Kushtetuta e Kosovës nuk parasheh dhe asnjë kushtetutë tjetër nuk parasheh vakum institucional. Nëse kuvendi do të krijonte vakum institucional, do të ishte situatë kundërkushtetuese. Kushtetuta e Republikës Kosovës në mënyrë eksplicite ka paraparë që presidenti i Republikës duhet të zgjedhet 30 ditë para se të skadojë mandati presidentit aktual. Në mënyrë që të ketë tranzicion normal të pushtetit edhe të krejt raporteve që duhet m'ja kalu një president dhe një presidencës tjetër, se ajo nuk ndodh 5 vjet punë nuk mundesh m'ja transferu mbrana ditës, edhe milon që aty më ardh dikush, mandej mas 6 muaj e marr një president dhe më thonë, ku i kalon presidenti, i kalum. Në aspektin kushtetues, nuk ka pasojë tjetër për deputetin, edhe pse ka vendim gjykatës kushtetuese, që deputeti është detyruar me votu, ai nuk voton sepse kushtetuta ja ka leju vullnetin e lirë deputetit. Në këto rrethana, i vetmja pasojë juridike kushtetuese për deputetin i cili e shkel afatin kushtetues është se e hup mandatin. A dim pse, Arben, është kjo çështje? Se edhe unë edhe ti, edhe çdo qytetar, kur e hup një afat, e hup një të drejtë. Okej. A shështu? Po. Është apostulat themelor i drejtësisë. Kush e hup një afat, e hup një të drejtë. Okej. Dhe deputetët e Republikës Kosovës e kanë humbur të drejtën që ta zgjedhin edhe një herë presidentin për shkak se e kanë humbur afatin kushtetues, e kanë shkelur. Po e sqaroj me gjuhë sa më të thjeshtë, jo me gjuhë komplikuar juridike. Po ti thua fakti që kanë arritur, nuk kanë arritur që ta zgjedhin 30 ditë përpara, ka qenë afati, edhe sikur zgjedhjet të mbashin një javë përpara, në aq ditë sa kanë pasur kohë, ka që dashur ta bëjnë. Po pra, është dashur që ta bëjnë zgjedhjet, prandaj janë këto pasojat parapamën kushtetutë që deputetët mos me hynë kriza dhe mos me prodhu kriza të vazhdueshme.